Stina e Vjeshtës ka rikthyer interesin e turistëve për të vizituar qytetin e Elbasanit, veçanërisht të huajt kanë kuriozitet të njihen me objektet e kultit, arkitekturën dhe historikun e tyre. Ndonë se jo një qytet bregdetar, Elbasani zgjidhet për turizëm edhe në stinën e artë. Në qytet gjenden grupe vizitorësh të organizuar që zgjedhin të vizitojnë pjesën historike të qytetit. Ata janë nga shtete të ndryshme të Europës dhe botës, të cilët shprehen të mahnitur me kulturën e qytetit. Well, we are from Brazil. We are in a group of Jemi nga Brazili dhe po udhëtojmë në vendin tuaj të bukur. Shqipëria është shumë e bukur, ka njerëz të sjellshëm dhe të këndshëm. Në Shqipërinë kemi 3 ditë. Erdhem nga Mali i Zi dhe do të shkojmë deri në Maqedoninë e Veriut. Do të eksplorojmë kalan dhe çdo gjë në qytet. Është shumë ndryshe nga Brazili sepse ne kemi atje shumë plazhe dhe kodra, ndërsa këtu ka male dhe liçene, dhe ne nuk kemi monumente të vjetra në Brazil. Është ndryshe, ndaj na pëlqen. Thonë që Elbasani është shumë ndryshe nga vendet nga ata vinë dhe kjo i ka pëlqyer më së tepërmi, ai sa mendojnë të rikthehen sërish. Never been through the Balkans. My first. Është hera e parë këtu, nuk kam qenë më parë në Ballkan. Më pëlqeu ajo se çfarë pash, dhe njerëzit janë shumë të sjellshëm dhe kanë ushqim shumë të mirë. Kam provuar disa ushqime, më pëlqen shumë historia dhe gjithçka. Shpresoj që një ditë të rikthehem sërish. Mendoj se arkitektura dhe njerëzit janë shumë të ndryshëm nga Brazili. Njerëzit këtu flasin një anglisht e shumë të mirë dhe kjo më pëlqen. Do ta rekomandoja për të vizituar. Është hera e parë që vi këtu. Më la përshtypje shumë të mirë kalaja, duket që është e vjetër. Rrugës pas shumë monumente dhe duket se nga ana artistike për të krijuar jeni shumë të aftë. Edhe gjelbërimi shumë i bukur. Qarku i Elbasanit ka një sër destinacionesh dhe nuk preferohet vetëm për turizmin e kulturës, por edhe për atë të natyrës. Vizitorët janë kryesisht ditor edhe pse nuk mungojnë ata që qëndrojnë më gjatë duke shijuar bukuritë e zonës.